Përshëndetje të dashur shikues, në këtë video do të analizojmë në detaje një nga episodet më të ngarkuara emocionalisht të serialit Qyteti i Largët, ku çdo skenë është e mbushur me tension, dhimbje dhe vendime që ndryshojnë fatet e personazheve. Episodi hapet me një konflikt të fortë për Denizin e vogël. Boran është i vendosur ta mbajë atë në konak dhe nuk pranon në asnjë mënyrë që Alia dhe Gjian ta marrin dhe të largohen drejt fermës për të nisur një jetë të re. Nga ana tjetër, Alia dhe Gjian janë të bindur se kjo është e vetmja rrugë për të shpëtuar nga kaosi dhe për t'i dhënë Denizit një jetë më të qetë. Mes gjithë këtij tensioni, Denizi i vogël, i lodhur nga zenka dhe presioni vazhdueshëm, mbyllet në dhomën e tij. Të gjithë përpiqen ta bindin të hap derën, ndërsa ai shpreh një dhimbje që askush nuk e kishte vënë re më parë. Është i lodhur nga konfliktet e të rriturve. Kur më në fund hap derën, ai merr një vendim që ndryshon gjithçka. Zgjedh të qëndrojë me nenën e tij Alien dhe me Gjihanin. Ky moment e thyen plotësisht Boranin, i cili kupton se po humbi jo vetëm gruan, por edhe djalin e tij. I dëshpëruar dhe pa rrugdalje, Boran bën një hap të rrezikshëm dhe telefonon Xhmelin për ndihmë. Kjo bisedë dëgohet nga Sadakat, e cila fillimisht e kritikon ashpër për bashkëpunimin me një njerëz të rrezikshëm si Xhmel. Por kur kupton sa i shkatëruar është Boran dhe sa larg është nga rikthimi i familjes së tij, ajo ndryshon qëndrim dhe vendos të ndërhyjë vetë. Ndërkohë, një tjetër përballje e fortë zhvillohet mes Gjianit dhe Nadimit. Gjian kërkon të zbulojë të vërtetën pas marrëveshjes së fshehtë mes Xhmelit që e detyroi Nadimin të ndryshojë dëshminë në favor të Boranit. Nadim pretendon se ishte i kërcënuar, por situata tensionohet kur ai hedh një akuzë të rëndë. Ndoshta Gjian gjithmonë ka dashur t'i marrë Alin Boranit. Kjo bisedë dëgohet nga Alia, e cila mbetet e tronditur. Gjian reagon menjëherë dhe e paralajmëron Nadimin të mos e përmend me Alien në atë mënyrë, por fjalët e thëna tashmë ka lënë gjurmë. E prekur thellë nga kjo situatë, Alia vendos të bëjë një sakrificë të madhe. Ajo përballet me Gjianin dhe i kthen unazën, duke mos dashur që ai të mbajë me barrën e kësaj martese të komplikuar. Të dy me dhimbje vendosin të shkojnë tek Erol dhe të nisin procesin e divorcit, duke i dhënë fund zyrtarisht lidhjes së tyre, edhe pse ndjenjat mes tyre mbeten të forta. Nga ana tjetër, edhe Zerrin merr një vendim të rëndësishëm për jetën e saj dhe vendos të divorcohet nga Demiri. Por gjithçka përmbyset kur Demir i zbulon një të vërtetë rënditse. Fëmia i saj është gjallë. E shokuar dhe e mbushur me emocione, Zerrin shkon tek varri të voglit dhe shpërthej në lotë, e pa fat të përballojë të vërtetën. Megjithatë, Demir nuk jep këtë informacion pa kushte. Ai vendos një kusht të rëndë që do të përcaktojë nëse ajo mund të jetë pranë fëmijës së saj. Ndërkohë, tensioni rritet edhe në një tjetër linjë. Nare fillon punë në spital, por xhelozia e Shahin shpërthen kur ai e sheh se Yalçin do të jetë pranë saj çdo ditë. Kjo krijon një konflikt të ri që pritet të përshkallëzohet në episodet në vazhdim. Por momenti më tronditës i episodit vjen në fund. Sadakat dhe Boran vendosin ta vënë në jetë planin e tyre të errët. Ata e marrin Denizin dhe i hipin në helikopter, pikërisht para syve të Alias. Ky është momenti ku gjithçka arrin kulmin. Më pas Alia përballet me një ultimatum të pamëshirshëm, ose të shkojë pas djalit të saj, ose të qëndrojë me Gjianin, por duke hequr dorë përgjithmonë nga Denizi. E shkatëruar dhe pa fjalë, Alia lutet të mos ndahet nga fëmia e saj, por duket se vendimi tashmë është marrë. Një episod i mbushur me dhimbje, tradhëti, sakrifica dhe vendime të pamundura. Çfarë do të zgjedh Alia? A do të sakrifikojë dashurinë apo djalin e saj? Ky episod është i ndërtuar rreth 3 konflikteve kryesore. Lufta për Denizin, lufta emocionale mes Alias, Gjian dhe Boran, dhe rrjeti i manipulimeve dhe sekreteve që shpërthehen në çdo drejtim. Në thelb episodi nuk flet vetëm për një fëmijë të humbur, por për shkatërimin e plotë të kontrollit në familje. Konflikti kryesor, Denizi si qendra e luftës. Si gjithmonë, Sadakat është manipulatorja që kthehet në gjykatëse. Sadakat është pika e kthesës së errët të episodit. Ajo nuk vepron vetëm për familje, por edhe për kontroll.
Kur dëgjon Boranin me Xhmelin, fillimisht e gjykon, pastaj kupton dobësinë e tij dhe e përdor këtë dobësi për planin e saj. Transformimi i saj është ky, nga mbrojtëse në stratege e ftohtë. Alia është personazh i mështyr nga jashtë, nuk kontrollon situatat, por reagon ndaj tyre. Kur dëgjon akuzat dhe sheh kaosin, ajo zgjedh të largohet emocionalisht nga Xhian. Kthimi i Unazës është simboli kryesor, jo fundi i dashurisë, por fundi i forcës për të vazhduar. Divorci nuk është fitore për askënd, është dorëzimi ndaj presionit. Zërin e vërteta që shkatron më shumë se vdekja. Zërin ka një lidhje shumë të fortë psikologjike. Ajo mendon se ka humbur fëmijën, jeton me dhimbje dhe faj, pastaj zbulon se fëmia është gjallë. Kjo e kthen jetën e saj përmbys. Por Demiri vendos kusht. E vërteta nuk jepet falas, dashuria e nënës kushtëzohet. Kjo tregon një temë të fortë. E vërteta në këtë botë blihet. Por pyetja është, çfarë do të ndodhë kur të gjitha këto vendime të përplasen me njëra tjetrën? Sepse një gjë është e qartë. Pas këtij episodi, asgjë nuk do të jetë me si më parë.